Të dini ndaj kujt ruheni, këto shenja horoskopi janë më hakmarrëset. Ndonjëherë hakmarrja ju vjen nga ata që nuk ua pret mendja, ndonjëherë në dukje njerëz të qetë, të komunikueshëm, por që në brendësi ndjekin parimin. Hakmarrja është një pjatë që serviret e ftohtë. Ndonse më pak hakmarrëse. Njerëzit e shenjës së Virgjireshës janë një potencial i mundshëm për t'ju bërë të paguani gjithçka. Problemi është se kurrë nuk do ta kuptoni kur e keni zemëruar një Virgjiresh. Komentet thumbuese do t'i përzjej me sjelljen e zakonshme, saqë sa herë do të ndjeni sikur çdo gjë është në rregull dhe herë të tjera sikur jeni personi më i urryer mbi tokë. Do t'ju duhet të uleni, të merrni lapse letër dhe të analizoni se ku gabuat. Ç'bët që ai person t'ju kthente, t'ua kthente me të njëjtën monedhë, duke analizuar pik për pik gjithçka. Demi gjithashtu i bashkohet listës së personave hakmarrës. Ata e kanë shumë të vështirë të falin, ndaj do t'ju torturojnë në mënyra të ndryshme derisa të binden se ju kanë bërë mjaftueshëm të vuani. Vetëm mos e zemërofshit një dem, dhe vetëm ai të mos shgënjehet, sepse për ndryshe do ta keni punën pisk. Futeni në kokë, një dem nuk harron kurrë. Peshqit. Nga ana tjetër, mund të duken shumë të pafajshëm, por ndjeshmëria e tyre në ekstrem duhet t'i druheni për dy arsye. Një peshk lëndohet fare lehtë dhe kur kjo ndodh jeni vdekur. Kështu që një ditë të bukur do të zgjoheni në mëngjes dhe do të kuptoni se arsyeja pse nuk keni punë, para, miq ose qeni ju ka humbur prej disa ditësh, është sepse i prishët punët me një peshk, ndoshta vite më parë. Në krye të gjithëve s'qëndron askush tjetër përveç akrepit. Nëse ti shkon e ngatrohesh me një akrep, bën mirë jo vetëm të largohesh nga vendi ku banon, por të ndryshosh emrin dhe të zhvendosesh diku i rrethuar nga 40 ujqër që të bëjnë roje. Një akrep nuk do të lodhet kurrë derisa t'ju gjej. Ju do të gjallë dhe kënaqet duke ju zgjatur vuajtjet tuaja.